Sot truri i njerëzve po përballet me dëme deri diku të mëdhaja. Si janë këto dëme të mëdhaja? Në emisionin e kaluar, unë u fola pak për një proces i cili quhej procesi metilacionit, që ndodhej dhe që bëhet në çdo qelizë të trupit, por qendra kryesore e tij është mëlçia dhe dyta vijnë zorët. Truri jon po ngarkohet sot me aq shumë toksina, me aq shumë kimikate, me aq shumë konservant, sa më të rrezikshit nga këto është një përpunues ose një konservant i cili ndodhet tek ushqimet. Tartrazina E102. Tartrazina shkakton problematika shumë të mëdha me trurin e fëmijëve. Ja ku jemi dhe me tartrazinën. Tartrazina ndodhet zakonisht tek vajrat e hidrogenizuar, tek ato patatina që janë me ngjyrues. Tartrazina ndodhet tek pijet energjike, tek pijet me ëmbëlsues artificial, kudo ku është produkt i mbyllur, ndodhet elementi tartrazinës. Nuk e keni dëgjuar ndonjëherë, besoj, tartrazina ndodhet edhe tek ato produkte ushqimore të cilat jetojnë për një kohë të gjatë. Tartrazina shkakton dëme në sistemin nervor qendror, shkakton iritim të fijeve nervore, shkakton çrregullim të ciklit apo të funksioneve dopaminergjike, shkakton problema me ritmin cirkadian, ose probleme me ritmin e gjumit dhe të zgjimit. Një person nuk mund të bëjë gjumë të shëndetshëm nëse ka marrë këtë konservant për një kohë të gjatë, sepse ngarkon mëlçin. Kjo ndodhet edhe tek ato akulloret që ndodhen nëpër markete. Të çdo ushqimi procesuar ndodhet tartrazina, që është me një element ose me disa iniciale, të cilat quhen E102. Kjo si fillim ngarkon faza detoksifikuese të mëlçisë, fazën e oksidimit, reduktimit, hidrolizës, konjugimit, metilimit. Faza e oksidimit do të thotë që përbëhet nga citokrom P450 ose nga disa monooksigenaza që ndodhen në retikulumin endoplazmatik, që këto produkte toksike, këto substanca toksike, barnat, medikamentet, i bën dhe i përpunon në lëndë ose në proceset cilat bëhen më pak të tretshme në ujë. Mëlçia është ai organ i cili toksinat, mbeturinat i konverton në procese cilat nuk janë shumë toksike. Dhe cikli i oksidimit këtu dëmtohet. Tartrazina nga ana tjetër dëmton edhe funksionet e trurit. Tartrazina është toksike për trurin. Tartrazina sjell hiperaktivitet tek fëmijët. Tartrazina sjell çrregullime te procesi, mund ta themi, i zhvillimit të kockave tek fëmijët. Tartrazina sjell dhe alergji idiopatike. Alergji idiopatike do të thotë shkakton deri në ekzem tartrazina. Tartrazina ndodhet tek gjitha ushqimet industriale, pothuajse 90% e tyre, sidomos te patatinat, te chipsat, tek akulloret, tek ëmbëlsuesit artificial, pijet me gaz, kudo ku ka ushqim të mbyllur, sidomos te patatina, chipsat, moltot, ndodhet tartrazina, element 102. Dhe kjo është vërtet toksike për mëlçin dhe dëmton trurin, ul funksionet perceptuese, funksionet intelektuale, funksionet edhe të trurit vogël. Truri vogël ka disa bërthama, nucleus emboliformis, nucleus dentatus, ka disa bërthama të cilat bëjnë të mundur rregullimin e posturës, të muskulaturës, tonusit muskulaturës, dhe këto dëmtohen nga këto kimikate, sepse krahas tartrazinës është edhe një element tjetër që quhet monosodium glutamat, që ai dëmton edhe receptorët e glutamatit. Nëse dëmtojnë receptorët e glutamatit dhe nëse rritet përqindja e glutamatit në tru, atëherë do të kemi një hiperaktivitet. Dhe çrregullohen disa fije nervore në sistemin ose në girusin postcentral, në girusin parietal inferior, ku ndodhen disa zona supramarginale dhe girusi marginal, që është pjesa e kuptueshmërisë të asaj që ne themi, sepse motorika ndodhet në girus frontalis inferior, ndërsa procesi i asaj që ne themi, për ta kuptuar, ndodhet në girus parietalis inferior, kryesisht në zonën e girusit marginal dhe të girusit supramarginal, që është pjesa e lobulus parietalis inferior, ndërsa procesi motorikës ose funksioni motorikës në girus frontalis inferior, në zonën paraballore të kokës, ndërsa procesi perceptimit i asaj që ne themi, ose i kuptueshmërisë i funksionit motorik që ne themi, është në girus parietalis inferior ose lobulus parietalis inferior.
ekspozimet nga interneti ose drita blu gjatë orëve të natës bombardojnë trurin. Ato cilat unë kam edhe duhen thënë janë edhe vitaminat sintetike, që përse u thash edhe në fillim të emisionit. Krahas konservantëve, është edhe janë dhe vitaminat sintetike, që unë ua kam thënë në disa emisione se si duhet të jenë vitaminat. Dhe sot ka shumë vitamina sintetike, duke nisur që nga vitamina A, vitamina B9, vitamina B12, kalciumi, hekuri. Këto unë do t'i zbërthej se si duen. Vitamina A, nëse në farmaci thot palmitat, nëse thot në farmaci retinol palmitat ose palmitat acetat nuk bën punë. Nëse thot edhe njërë tjetër vitamina A, retinol palmitat ose retinol acetat nuk bën punë. Vitamina A më shumti duhet ta merrni me anë të rrugëve ose me anë të ushqimit, me anë të produkteve shtazore. Ndodhet tek karotat, ndodhet tek vezë, ndodhet tek vajulliri, tek mishi i kuq. Më shumti është e mira që të merret nga ushqimi. Por vitamina A, nëse edhe një herë tjetër kur e bleni si vitamin, përmban aty brenda retinol acetat ose retinol palmitat, dhe retinol acetat është në formë sintetike. Retinol acetati ose retinol palmitati dhe retinol acetati janë formë sintetike të vitaminës A që nuk bën punë. Kush është tjetër? Magneziumin. Nëse merrni magnezin dhe thot magnezium glicinat, po kur e ktheni nga pas thot magnezium oksid, titanium dioksid, silikon dioksid, nuk përthithen. Përthithja e absorbimit është shumë i varfër. Prandaj dhe unë them që është e mira të merren të specifikuara nga një profesionist i dur mjekësor, nga një profesionist i dur që di ta lexojë atë produkt dhe jo do suplemente ose vitamina nga interneti. Kush është tjetër? Hekuri. Hekuri nëse thot iron sulfat ose hekur sulfat nuk përthithet. Nuk përthithet, nuk absorbohet. Është një hekur që shkakton dëm në organizëm. Nëse hekuri që merret thot hekur sulfat, nuk përthithet dhe absorbohet shumë pak. Edhe kujdes me tepritsen e hekurit, sepse mund ta merrni, por një ceruloplazmine e cila oksidon hekurin, dhe ceruloplazmina është një enzim shumë e rëndësishme që bën të mundur dhe zakonisht kofaktor ka bakrin, dhe ceruloplazmina është ferroksidaza që konverton hekurin, e oksidon hekurin dhe e kthen në gjak, dhe atë e fut në gjak përsëri një element tjetër, e cila quhet përsëri transferina, dhe kujdes me hekurin. Duhet që mos të ketë elementin hekur sulfat, sepse nuk përthithet mjaftueshëm. Dhe me hekurin si ushqime, mëlçia e viçit, mëlçia e qingjit, ushqimet shtazore kanë nivelet larta të hekurit. Sepse kujdes me këtë mineral, se shikoj shumë që merret si suplement, por ka dhe dëme. Më shumti nga ushqimet proteinike, shtazore, mëlçia e viçit, mëlçia e qingjit, ushqimet cilat janë me vitamin B12, me kobalamin dhe me hekur. Prandaj kujdes nga format sintetike të hekurit, sepse mund shkaktojnë dhe dëme, fryrje barku, kapslëk, konstipacion, ndaj kujdes. Në një mision tjetër unë kam thënë që trupi kur ka inflamacion e fsheh hekurin, sepse përdorin janë disa sisteme në organizëm të cilat quhen cizokrom po 450 ose monooksigenaza mikrozomale ose monoaminoksidaza, po citokrom reduktaza, apo disa sisteme të tjera që ndihmojnë trupin që të detoksifikohet. Tjetër, tham për vitaminën A, që nëse është në formë sintetike nuk duhet marrë. Si duhet ta dallojmë nëse është në formë sintetike vitamina A? Thot retinol palmitat. Nëse thot vitamina A nga pas retinol palmitat nuk përthithet, ose nëse thot retinol acetat nuk përthithet. Pra retinol palmitati dhe retinol acetati e bëjnë që kjo mos të përthithet. Magneziumi nëse është glicinat, por ka nga pas oksid, titanium dioksid, nuk përthithet. Hekuri nëse thot hekur sulfat përthithet shumë pak dhe mund të shkaktoj probleme me kapsllëkun. Kush është acidi folik? Vitamina B9. Nëse thot acid folik, shumë pak mund përthithet, sepse shumë njerëz kanë çrregullime ose kanë genin me defekt që bën metabolizmin e folatit që quhet metil tetrahidrofolat reduktaza. Më mirë konsumoni perime cilat janë të freskëta, perime të stinës. Tani kungulli, selinoja, majdanozi, preshi, vajullirit, perimet e stinës ofrojnë një marrje më të lartë të acidit folik, sepse si acid folik është formë sintetike.
vitaminat që merren nga ushqimet janë të sigurta dhe përthithen më lehtë, por vitaminat sintetike nga farmacia kanë edhe më shumë dëme. Sintetike kanë fjalën. Nëse merren pastaj në formë aktive, të cilat janë të metiluara, nuk kanë problem, dhe nëse merren me një profesionist të duhur të këshilluara. E zën folik, acidi folik në formë sintetike nuk përthithet dhe mund të shkaktojë probleme në përthithje, sepse nëse aty te enterociti nuk janë disa enzima që bëjnë metabolizmin e folatit, ai mund të përthithet shumë pak. Kalciumi, nëse është në një formë si kalcium karbonat, përthithet shumë pak. B12 nëse quhet ciankobalamin nuk përthithet. Ka brenda cianur dhe cianuri është diçka toksike.